Gazetari britanisë së madhe, James Pettifer, i njohur për simpatinë e tij lidhur me luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, gjatë viteve 1998-1999, ka botuar librin Ekspresi i Kosovës, libër me komente, analiza, vështrime dhe reportazhe nga koha e luftës në Kosovë. I udhëhequr nga krodoja origjinale, krijuese dhe nga gjykimi realist, lidhur me zhvillimet në Kosovë, në prag të luftës dhe gjatë kohës së luftës, gazetari anglez, zotriu Pettifer, në librin e tij ka zbuluar disa fakte shumë interesante të qëndrimeve të panjohura të çarqeve të caktuara vendore dhe ndërkombëtare për dhe kundër UÇK-s. Duke i bërë një analizë të hollësishme zhvillimeve politike gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar në rajon dhe veçmas në Kosovë, ky gazetar ka identifikuar me sukses të gjitha veprimet dhe prapaskena që janë kurdisur dhe janë luajtur nga çarqet të caktuara kundër Kosovës e veçmas kundër ushtrisë lirimtare të saj. Përveç Miloševićit, sipas zotit Pettifer, në këtë luftë ishte kyçur edhe organizata katolike italiane Shën Egidio. Pastaj, organizata e quajtur antikomuniste Opus Dei, të cilat kishin shërbimet e tyre sekrete në mesin e disa priftërinjeve dhe politikanëve të Kosovës. Këto organizata kishin qëndrime ekstreme kundër muslimanëve. Pettifer konstaton me të drejtë se Miloševići e shete kishën katolike në Kosovë si një forcë pozitive kundër shqiptarëve shumicë dërmuese muslimane të vendit. Duke folur për rolin misionar bëmirës të Nën Terezës, Gonxha Bojaxhiu të njohur, shenjtë të resh e shpallur nga Vatikani, zoti Pettifer ka saktuar se nga fundi i vitit 1992, Nën Tereza pati një punë të suksesshme në regjimin e Miloševićit në Beograd. Është të habitshme se si këto fakte kanë heshtur dhe vazhdojnë të heshtin me mjeshtri nga disa gazetarë dhe politikanë tonë, edhe pse dihet se aso kohë Nën Tereza kishte intervenuar që të lejojë krijimi i një organizate humanitare në Kosovë me emrin e saj. Organizata masone katolike Shën Egidio, sipas gazetarit britanik, parapëlqente sundimin e serbëve në Kosovë, madje edhe me Miloševićin në krye, me që kishte orientim ekskluziv kundër muslimanëve, por në të njëjtën kohë kishte një miqësi të çuditshme dhe të paspjegueshme me Ibrahim Rugovën, i cili në sajet e emrit dhe prejardhës familjare konsiderohej të ishte me fe islame. Pikërisht, përmes kësaj organizate mafioze, me ndërmjetësimin edhe të një prifti serb nga rrethi i Stogut, klani Ibrahim Rugovës kishte arritur të ashtu quajturën marrëveshje të arsimit, e cila ishte marrëveshje skandaloze dhe kompromituese. Ndër të tjerat edhe me faktin se nënshkrimi i Rugovës në fund të asaj marrëveshje nuk pasoi me asnjë post qoftë edhe të liderit politik, por vetëm me emrin dhe mbiemrin e tij. James Pettifer në librin e tij Kosova Express ka ofruar edhe disa fakte të reja, për të cilat nuk di sa duhet opinioni ynë në Kosovë. Ai shkruan se si në kohën e sundimit anarkik të Sali Berishës, për shkak se atje stërviteshin komandanti i jashtëm legjendar Adem Jashari dhe Zahir Pajaziti, të dy ishin burgosur e më pastaj përmes intervenimeve ishin liruar nga burgu. Pettifer në gjuhën e fakteve denoncon edhe shumë oficer të shikut të Sali Berishës, të cilët bënin tregti dhe përfitonin nga informatat që ju dërgonin shërbimeve sekrete, lidhur me organizimin e UÇK-s. Ky bashkëpunim kolaboracionist, thot Pettifer, shkaktoi arrestimin madje dhe likuidimin e disa kuadrove të larta të UÇK-s. Ignorimi që i ka bërë Ibrahim Rugova luftës së UÇK-s dhe legendarit Adem Jashari, Pettifer në librin e tij e qua ngabim të keq dhe tradhtim ndaj Kosovës. Libri Ekspresi i Kosovës, i shkruar nga një gazetar me formë botërore, gazetari guximshëm dhe i palodhshëm i terrenit në përvend luftime, nga analisti i njohur botëror James Pettifer, ka një vlerë të veçantë sepse është shkruar nga përjetimet e veta individuale, autentike, të zhvilluara në terren. Ai nuk ishte gazetari i zyreve që ka përdiseshin në Tiranë apo në Prishtinë, sikur ishin shumica dërmuese e gazetarëve tanë, përveç gazetarëve të Radio Kosova e Lirë dhe Agjencisë Kosova Press, që vepronin në zonat e luftës së UÇK-s. Vepra e gazetarit James Pettifer ka vlera të rëndësishme për historinë e luftës së UÇK-s, edhe me faktin se ky gazetar me kohë kishte vërejtur se trimat dhe trimreshat e Adem Jasharit, të cilët me kallash në duar shëtisnin në për Kosovë dhe ata do t'u asillnin lirin atë dhejut të tyre.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي